Ish-kryeministri Sali Berisha është thirrur nga SPAK të premten me 14 nëntor për të dhënë shpjegime lidhur me ngjarjen e dhunshme të 21 janarit 2021, ku 4 protestues humbën jetën para godinës së kryeministrisë. Fletëthirrja e prokurorit posaçëm Alfred Sheu i është dorëzuar Berishës në adresën e banesës së tij në selinë e Partisë Demokratike dhe në Kuvend. Prokuria e posaçme e sheh ish-kryeministrin si një nga personat kyç për zbardhjen e ngjarjeve, duke marrë parasysh praninë e tij në ambientet e zyrës gjatë të gjithë protestës tragjike. Hetimi ka nisur pas një kallëzimi nga Eveja e Alex Nikës, një prej 4 viktimave, dhe është transferuar në SPAK nga prokuria e Tiranës pas vendimit të gjykatës së lartë. Hetuesit po hetojnë për akuzat e vrasjes në rrethana të tjera cilësuese kryer në bashkëpunim, shpërdorim detyre dhe veprime që pengojnë zbardhjen e së vërtetës, duke përfshirë rolin e zyrtarëve të lartë në dhënien e urdhrave gjatë protestës. Më parë janë dënuar ish-kreu i Gardës Ndrea Prendi me 1 vit burg dhe Gardisia Gim Lupo me 3 vite burg për vrasjen e Ziver Veizit dhe Faik Myrtaj, ndërsa rastet e Kuran Dedës dhe Alex Nikës mbeten ende të pazbardhura. Dëshmia e ish-ministrit të brendshëm Lulzim Basha është marrë javën e kaluar dhe tani hetuesit synojnë të marrin informacione të mëtejshme nga Sali Berisha për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe përgjegjësinë e zyrtarëve të përfshirë.